U rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë të Studio Live. Do ndalemi fillimisht te titujt, më pas do kalojmë te biseda që kemi në këtë pjesë. Në deklaratën përfundimtare të samitit të NATO-s në Hag u riafirmua angazhimi i palëkundur i aleatëve për mbrojtjen kolektive. Nëse sulmojnë një, sulmojnë të gjithë, shkruhet në tekst. Udhëheqësit e Aleancës Transatlantike konfirmuan rritjen e shpenzimeve ushtarake në 5% të PBB-s. Administrata amerikane ka parandaluar së fundi një përpjekje të mundshme të Serbisë për një përplasje me Kosovën. Këtë e bëri të ditur presidenti amerikan Donald Trump pa dhënë detaje. Më herët kishte deklaruar se javën e fundit administrata e tij është marrë me Kosovën dhe Serbinë për shuarjen e konfliktit, por pa shpjeguar më gjatë. Një vendim i kas për të quajtur të vlefshme vetëm votat e kandidatëve ku shenjat janë brenda kutisë dhe asnjë shenjë tjetër, po heq shumë vota preferenciale, ndërsa për votat e subjekteve politike vlerësimi është më tolerant kur votat me shenja të ndryshme konsiderohen si të vlefshme. SPAK-u kërkoi nga 10 vite burgim për ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë Rjepaj dhe biznesmenin Ester Elizini Trapaj, që me gjykim të shkurtuar u zbret në 6 vite e 8 muaj. Me të njëjtat akuza si ta përfshi grupin kriminal i ish-ministrit Beqaj, vijon procesi normal të gjykimit. Mbi 20.000 punonjës i mungojnë sektorit të turizmit në kulmin e sezonit. Hotelet, rezortet dhe restorantet ngrënë alarmin për punëtor në një kohë kur më shumë se 69.000 qytetarë janë regjistruar si të papunë. Rreth 6.500 aplikime janë kryer deri tani për regjistrime në çerdhe dhe kopshte publike në Tiranë, ndërsa kapaciteti është për 5.200 fëmijë. Drejtoresha Zhaneta Beqiri thot për Report TV se do të merren ambiente me qera. Pak ditë nga denoncimi i Report Televizion për vandalizimin e shtatoreve në Korçë, rikthehen emërtimet për 3 rilindasit Naumbe Gjilharxhi, Azdreni dhe Kristoforidi, duke u kthyer dinjitetin 3 figurave të çmuara të arsimit dhe historisë.